Përshëndetje shikues të emisionit Shno Shëmjen nga Ongeta. Ndalu dhe mendo, se sa është e rëndësishme koha që ti lën anash trupin tënd. Nëse kërkon lumturi, atëherë e ja në palestër dhe fillo stërvitjet. Nëse ti ke filluar, mos u ndal. Ka menduar të punojmë tricepsin së bashku. Duke ditur që tricepsi është një problem shumë i madh tek vajzat, sepse kur luajnë valle kanë problem mënyrën e tricepsit, atëherë sot do t'ju shpjegoj disa ushtrime të cilat ju mund t'i ekzekutoni në shtëpi, në natyrë, apo pse jo në palestër. Atëherë, mundesh të ulesh në dysheme, këmbët i mban të bashkuara, duart në këtë mënyrë, mundohu që të gjithë peshën e trupit të kalosh në pjesën e pasme të tricepsit. Ngritu lart, poshtë. Bëj kujdes që trupi mos ikën para. Gjithë tensioni të ikën pas në triceps. Vazhdo lëvizje. Mundohu të ekzekutosh 10 lëvizje. Shpina drejt. Fillon nga dal. Lart. Poshtë. Lart. Këtë lëvizje mund ta ekzekutojmë edhe në një stol apo në një karrikë. Është shumë e rëndësishme uji gjatë lëvizjeve që ta konsumoni. Pra, pas disa lëvizjeve që i bëm pa stol apo karrik, mundohu të njëjtën lëvizje ta ekzekutosh. Kujdes, duart tuaja të jenë afër njëra tjetrës, të jetë një hapësirë sa shuplaka dorës, këmbët poshtë, para, trupi sa më afër karrikës. Atëherë bërë lëvizje poshtë, ngritu lart. Poshtë, lart. Nëse ti do të bën këtë lëvizje, atëherë është e gabuar. Mundohu sa më afër këtu. Mundohu të ekzekutosh 10 lëvizje në seri. Pas 10 lëvizjeve, mundohu ta ekzekutosh me njërin këmbë. Dhejt, me tjetrën. Pastaj, pusho 30 sekonda dhe vazhdo prap serin e dytë. Bëri 3 seria nga 10 përsëritje. Tani të vazhdojmë me ushtrimin e radhës, ku ju mund ta ekzekutoni në palestër. Atëherë, dua të ceki disa gabimet e cilat i shoh tek fillestarët. Trupin drejt, përqendrohu, shtrëngoj tricepsin, duart mundësisht i mbash në 10 shkallë dhe momentin e lëvizjes liron frymarrjen. Përqendrohu në lëvizjen e tricepsit, mënyrën kur ti tërheq poshtë, liron frymarrjen. Mundohu të ekzekutosh 15 përsëritje në një seri. Nëse ti do të veprosh në këtë mënyrë, atëherë është gabim sepse mund t'i lëndosh nyjet. Domethënë, mundohu që gjithë lëvizja kur hapet poshtë të bëhet me lëvizjet të muskulit triceps. Tjetri gabim.
është kur ti ngrit bryllat nalt, kur ti ngrit bryllat lart dhe bën lëvizjen. Atëherë nuk është lëvizje e duhur. Dhe me thanë, bryllat janë afër, je para pajisjes, shumë afër, dhe mundohu të ekzekutosh lëvizjen e drejtë. Edhe një gjë tjetër, mundohu që frymarrjen ta kesh të saktë, mos të jesh larg, sepse kjo nuk është triceps. Dhe me thanë, edhe një herë, afër, duart sa më afër trupit, kujdes nyja, mos të lëviz, përqëndrohu vetëm në triceps. Pastaj mundesh të arritësh peshën, vazhdosh 5 me peshë të lartë, dëran peshën, zvoglon prap dhe vazhdon. Dhe tjera me ushtrimin e njëjtë. Këto ishin disa nga ushtrimet e tricepsit, shifemi javën tjetër, gjithat e mirat nga Ongeta.